Kjo puna makinave është pasion pak i vështirë, pak i shtrenjtë. Po do bëjmë kafe, do flasim pak më gjatë. Mos harroni të bëni subscribe, është falas. Tash që kena shku mbi 15,000 subscribers, edhe në Instagram mbi 40,000 followers. Faleminderit gjithëve. Vazhdoj akoma, mundohem t'u kthej gjithëve mesazhet e komentet, edhe pse tash është bë pak më e vështirë. Po prap unë e bëj atë timen, mundohem të jem realist. Kemi shumë makina të mira që po vinë. Kam mbi 30 video që i kam filmu, edhe janë duke editu, duke bë gati për të postu. Se vazhdoj akoma, kam arru edhe unë me shpjegu në fakt, po vazhdoj akoma marrë pyetje për punën e reviewve, si funksionon, a janë me pagesë, nuk janë me pagesë, s'kanë qenë asjerë, s'do jenë asjerë me pagesë, kështu që qa makina është keni, sidomos to që janë pak si të veçanta, se tash këto kohë herë. Dje kam marrë një 3-4 mesazhe kështu që pse s'bë makina japoneze asjerë. Vetëm këto gjermanët, europianët, po nuk është se s'kam dëshirën, po ato që më kanë shkryt, aty në ato mundësi që kanë ardhur, i kam bo. Nuk është se i kam dorën kreta për t'i bo vetë. Qësë ju keni në makinë të lezetshme, më thoni dhe bëm qado që tjetë, pa pagesë, është që nuk është problem fare. Tashi, ta nisim me një nga makinat që kam ble për këtë vit. Është vetëm java 2, po i kam ble nga 3 makina, që kem ta shohin parën që është edhe pak si më veçanta. Kështu besoj se keni pa në erë si kjo. Ky është Ford Thunderbird i 2003-shit, quhet si Retro Bird. Thunderbird i parë ka dalë 50 cashin atëherë, ka pas rivalizu Corvette-in, e ka qenë si ikon, edhe vazhdo të jetë në gjenerata më e bukur e para, po ato janë shtrenjtë. Edhe këto Retro Birdat janë të rallë, kanë dalë në 2002-shin për herë të parë. Në 2003 kanë bërë ca ndryshime, kanë qenë me 250 kuaj, kanë bërë me 280, dhe në 2005 janë prodhu, se janë prodhu mo. Por disa ka qenë si dështim, po mu më pëlqen, duken të veçantë. Nuk ngjajnë mas si lloj makine tjetër, me 2 vene, gjata, diset kromi, është e lezetshme. Kjo imja ka ardhur vetëm me Chelsea kështu, kjo ka shumë pa kilometra, vetëm 32.000 milje, tapicerinë ka të kuqe, ja ta nezim ta nxejmë. Po ja, më shifni më mirë. Shumë e lezetshme është. Mu më pëlqen se është, shif sa e ullet është tu mrapa, dhe shohim edhe bagazhin, s'ka bagazh fare, ka shumë pak. E gjatë, s'ka mrapa, vetëm të 2 sediljet ka. Këto kanë pas edhe kështu parade boot cover quaj. Kapet këtu, po kësa i mungoj, jo? I mungoj dhe hardtop, i kanë pas edhe hardtop. Se ka, në kanë të kom morë më të, se dita që duhet me gjetat e përnarin që e ka pas, a i në është a i ka në shpi, ose një bejs kam pa, duhet t'i nxjerë a i besoj. Ka pas atë hardtopin, i ka të ka qavidën që e mërthe. Shif sa e ullet është, të gjamin e ka shumë të pjerët, vjen i pjerët gëgja si kënd, është e lezetshme. Bo këtë zhurmën dhe ketë në një nga këto pulegjët kjo, se morë vesh, ta shi këtu ka qenë kap, kjo është aksidenti që ka bo kjo, në është kategori në. Këto fshien, këtu si ishin keq, këto fshishin, këtu është shtyp pak më shumë, edhe preja sakrifiqës dhe qa goma, se e ka gomën e kromit e ka në bagazh. Ja të hapim bagazhin, si sa të hollë ka si bagazh, sa pak shu hapësirë ka. Këtu ka gomën, ka baterin këtu, po kjo është goma tamam. Të shi, kjo është qa, ja ku është qa, të majtë, ja ku është qa. Se e ka kap ajo që ka rëshqit. Në shket janë ndroj, edhe të vej prap. Shumë makine çuditshme është, e lezetshme. Asi logo Fordi s'ka, vetëm Thunderbird. Motorin e ka të Jaguarit, e ata shohim, e ka të derivum nga Jaguari. Kjo është e palame, se kjo është 32 milje ka, kjo është shumë e reja, s'ka si gjo, po ta një gjoni këtë gjurë më këtu, ka këtë polegjën e ka si lirë të kryesoren. Ajo është të e bojë gjurë. Ta fikim motorin që mos në gjona shumë gjurë, të shi motori 3.9, i derivum nga Jaguarit, nga 4 mishat e Jaguarit kos, se di pse kanë bu 3.9 këtë motor pak i çuditshëm. V8, tamam, si që duhet. Kjo ka nejtë gjithë kohës në anglisht, që në 2003 është importu me i pronarës.
Që duket jo keqe, po, se ajo do rregullohet pa shumë probleme. Dhe që në servis t'ja bëj dhe atë. Jam qik i dyzum qa me bo me këte. Nuk është se hynë të këto makinat që në pamjet parë dhe i kisha qef se nuk është edhe aq sportive ose agresive edhe shpejt shumë. Po është pak ndryshe nga tja, du i kam qef të që janë që si shef në rrugë. Më duket e bukur, mu shumë njerëz dhe su pëlqeu më duket e bukur, se di, çuditërisht. Kjo këtu hud skupa është falso, po në gjabë bukur. Më thonë nuk është se është sportive, po i është kthy mrapa në kohë, siç ka qenë Thunderbird i parë, ka rujt ata si detaj. Edhe këto stopat mrapa drejtimin që kanë bë si trumbllok, po si dal me pak, kanë bë me e kujtu atë Thunderbirdin e parë, i ka pas ngjashëm. Nuk e di se si u duket ju, më duket shumë e lezetshme, s'kam pa në herë live, besoj e para kjo është, vetëm që kam pa në për review, më shduke lezetshme, se di qa menon ju, u pëlqe, s'u pëlqe, ta qenë në Shqipëri të bëj 2 kuqe bashkë me Maseratin, ta rregulloj ta shes këtu, se di qa do bëj, se janë bëu disa, unë thash kam marrë këte, kam marrë edhe 2 tjera në fakt, edhe njëna nga të tjera të vërtet është supercharged madje, kështu që do i shohim me radhë, kena bo më shumë makina se ç'duhet. Gjos po shesim nga ato që kena në shitje, që duhet me mbledh i qik, me majtë sa menaxhohen, se kështu me majtë gjatë o kotë, nuk e që do fort. Të interiorit ashi, të 2002-shit, e kanë pas kilometrajin e bashkum këtë bashkë me gjirët, kurse kjo e ka kështu të ndamë, me cruise control ka qenë. AUX nuk ka, po ka këto radion me 6 CD-e si ishte, me CD-li me ngroje, kjo këtë kuqe, këtë marshit, kuqe, këtë këtu. Është e lezetshme tashi. Build quality Amerikës është, normal që ke shumë plastika e gjona, se të mos në vitet fillim vite 2000, kështu ka qenë gjitha Amerika me këtë kualitet. Po, mu e lezetshme më duket. Kjo loga Thunderbirdit aty, mu më pëlqen. Ta që ta rregulloj, pastaj do e bëjmë tamam review. Tani kemi dhe update-et e makinave të tjera, se janë bo shumë. Ta nisim me ato që janë shitje. Si kam postu të faqja vetëm, se s'kam dash me përzi shumë, po vetëm Kian, që s'po shitet, që e pa ta sjell nga këtu, është kraj rregullt Kia Optima. 1X5, F15, 35 që D është ajo. Nga Kanadaja kam marrë, kur shkoj t'i bëj review dhe asaj, edhe është për shitjem, ka ardhur tashi. Tani që isha, që i bona doganën një A7 2016, të facelift 3 naft është edhe ajo. Shumë e mirë, inshallah po shitet edhe ajo. Është edhe i tjetër rrugës i ML 350 që naft edhe kjo tjetra vërtet që u thash është Range Rover autobiografi 5000 supercharged edhe ajo rrugës është. Tash këtu në Angli kam këte Thunderbirdin që do të gjonat estetike, po edhe atë pulegjën se sikur bo zhurmi që i ka jo, që se di qa do bëj, po ka mundësi edhe ta shes marun lekët, na duen lek. Tu në Angli pastaj kam pas Lexusin që halas për ja marrë atë review në komunist për t'ja bo, ta marrë, po atë shita kam marrë tjetër për ta zvendësu për ta përdor për ditë këtu. Është elektrike, e re, po elektrike, atë dhe bëjmë, po është si praktike kjo, besoj do më duhet për planin që kam në vazhdim për ca punë që du të bëj këtu dhe e shofim. Edhe për ato do të updatoj pastaj në video tjetër. Do të mijat pastaj që i kam kështu, të mijat, Celea 600 që është të bojë 3 vite e ca e s'kam marrua, la është servis, akoma së është ly, i kam blej paldisjet të reja, që edhe ato akoma s'kam gjetë kohë për t'i qu, i kam fut në bagazh ati në Shqipëri, dhe se kam gjetë kohën për t'i qu për t'i bo, janë disje Segin, që i shkojnë kësaj shumë. Po shpresoj në muin në vazhdim, inshallah po marro, edhe ta bëjmë edhe video përmbyllse për atë që ka not që është bo, se aq shumë ka net në për servise, më ka dalë dhe mu nga qefi fare, aq qefi kom pas, po inshallah ata që do më hyje prapë kur filloj ta përdor. Cadillacut që ju prish kamja, që e prisha kamjën unë, është bo rebuild kamja, është përforcu, do të futem më në detaje kur ta marrë, do të them se çfarë është bo, po është bo për të majtë më shumë fuqi, tash të shohim, ndoshta edhe arrisim fuqinë, atë se kena nda akoma, ta shohim.
Maserati është në rregull, ca gjona të vogla estetike kam boj past, i kam bërë këto shërbimet, vaj filtra, gjitha qa ishin nga këtu, i kam morë edhe kandelet për t'ja ndru edhe kandelet. T'ja ndroj veç që ta di që janë bo, se në rregull është ardhë edhe jam më gëj lezetshme, por se kam blej unë, se s'kisha lek, po jam usha mene një kushe për ta blej, dhe përdorim edhe ata i qikët, dhe i bëjmë gjira dhe review kur të vije, rrugës është edhe ajo. Këto janë, për momentin këto janë, tashi review kam bo këto kohë gëgja, duhet mi editu, se shpejti du dalë edhe Aventadori SV-ja e Visit, dhe të super video, bese du pëlqeje. Tashi, s'marrën planet e gjonat i kena shumë, kom qef me bo shumë gjona, me bo projekte më të mdoja, me bo sfida gjona, po tashi mera mundësive do mënona me i bo. Tashi kjo kryesoret e video ishte Thunderbirdi, me thonë drejtën e kam fitu i herë përpara në kanë s'ma dhanë dhe kam pak tipin e keq që po fiksova e marrë e fitova në herë dytë pastaj. Mu besoj se kam po zgjedhjet mirë, po më thoni dhe ju si ju duket, qa menimi keni. Qose keni makina interesante, më shkruni edhe i bëjmë review, po e përsëris që nuk është me lek, është pa lek review. Qose s'keni bo subscribe, bojni edhe follow të faqet në Instagram e në TikTok. Shpresoj t'u ketë pëlqyer ky update, ju uroj gjithë mirat edhe shifemi video në radhës. Mirupafshim.